فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد فيها حب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të përkthimit të lëndëve të fesë. Më konkretisht sot do të jemi në vazhdim të lëndës së fikut dhe më konkretisht akoma në lëndën e fikut bashkohor. Se themi fiku bashkohor? Për arsye se fiku i vjetër trajton një seri prej 10 mijëra ose pothuajse 100.000 çështjesh, të cilat njiheshin në kohën e mëdhëbeve, por se me kalimin e kohës janë shfaqur çështje të reja dhe dera e ijtihadit vazhdon të jetë e hapur deri në ditën e gjykimit. Dhe këto çështje të reja mund të jenë përmendur ose në mënyrë të përgjithshme ose me gjëra analoge në Kur'an dhe në Sunet, dhe për këtë arsye ka pas nevojë për punë nga ana e dietarëve të çdo brezi dhe të çdo vendi që të merren me zbërthimin e këtyre. Dhe rrjedhimisht kanë përpiluar një lëndë pothuajse të re, që është pjesë e lëndës së fikut, e cila trajton çështje që kanë lindur me kalimin e kohës dhe nuk kanë qenë prezente në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në rastin konkret, ne kemi marrë në shqyrtim një libër, të cilin po e fillojmë ta përkthejmë sot inshallah, i cili trajton çështjet e vjetra shkurtimisht dhe në një pjesë të mirë të vëllimeve të tij trajton çështjet bashkohore të fikut. Libri titullohet Enciklopedia e Legjislacionit Islam dhe e çështjeve bashkohore, ose në arabisht Mawsu'atul Fiqhil Islami wal Qadaya al Mu'asara. Është ky libri që ju shikoni. Është një libër i cili në gjuhën arabe është me 14 vëllime. Ky është vëllimi i parë i tij, është i autorit Wahb az-Zuhaili, i cili është referenca jon gjithashtu edhe në lëndën e usul fikut, dhe në lëndën e usulit një libër i tij është përkthyer edhe në gjuhën shqipe tashmë me 3 vëllime. Ndërkohë libri që ne po shqyrtojmë sot është botuar nga shtëpia botuese Darul Fikr, do thotë shtëpia botuese e mendimit. Ka filluar përkthimi në shqip në Lushnjë në vitin 2025 sipas kalendarit diellor. Pa humbur kohë, vazhdojmë me hyrjen që ka trajtuar autori. Aty ku thot Elhamdulillahil qail, falënderimi takon Allahut i cili thot Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kjo përmendet në surën Al-Mujadila në ajetin 11. Allahu i ngre në grada ata prej jush që besuan dhe ata që u pajisën me dije. Dhe Allahu është i mirë informuar për atë që ju veproni. Pas thot autori Wassalatu wassalam ala muallimin nas al-khair wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-hudat al-a'lam walladhina ittaba'uhum bi ihsan wa ba'd. Paqja dhe bekimet qofshin mbi mësuesin e njerëzve për të mirën, vullën e profetëve dhe të dërguarve, si dhe mbi familjen e tij, shokët e tij udhëzues dhe të dalluar, dhe mbi ata që i pasuan me mirësi. Dhe më pas, qad yatasaalu ba'du al-ikhwa al-kiram dhawi as-sila al-wathiqa bil ulum al-islamiyya ma sababu numuwi al-fiqh al-islami wa tatawwurihi wa ma sababu al-iqbal ala hadha al-fiqh wa man alladhi yuzawwidu kutuba hadha al-fiqh madiyan wa ilmiyan. Disa prej vëllezërve të nderuar, të lidhur ngushtë me shkencat islame, mund të pyesin: cili është shkaku i rritjes dhe zhvillimit të jurisprudencës islame ose asaj që quhet fikhu islam? Dhe cili është shkaku i interesimit të madh për këtë fik?
Dhe kush i furnizon librat e këtij fikhu materialisht dhe shkencërisht. والإجابة واضحة تتلخص في أن مصدر الفقه الإسلامي في جميع أصول الحياة إنما هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. Përgjigjja është e qartë dhe përmbledhet në faktin se burimi i fikut islam në të gjitha epokat e jetës është Kurani i famlart dhe Suneti fisnik profetik, pra tradita profetike. وهما مشتملان على مقومات البناء والنمو والتطور والإحاطة بجميع حاجات الإنسان. Të dyja përbëjnë bazën e ndërtimit, zhvillimit, përparimit dhe përfshirjes së të gjitha përvojave të njerëzit. أما القرآن فيقول سبحانه وتعالى sa i përket Kuranit, thot Allahu i lartësuar, وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Kjo përmendet e sura Nahl, ajeti 43 dhe 44. Thot Allahu, ne nuk dërguam përpara teje tjetër veç se burra të cilëve u shpallnim, prandaj pyetini njerëzit e dhikrit ose përkujtimit, nëse ju nuk dini. I dërguam me argumente të qarta dhe libra, dhe ta zbritëm ty përkujtimin ose Kuranin, që t'ua shpjegosh njerëzve atë që u është zbritur dhe që ata të mendojnë. Më pas thot në një ajet tjetër, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Sërish sura Nahl, ajeti 89. Dhe ne ta zbritëm ty librin si sqarim për çdo gjë, udhëzim, mëshirë dhe përgëzim për muslimanët. Më pas në ajetin tjetër, ma farratna fil kitabi min shay, në surën An'am ajeti 38, nuk kemi lënë mangët në libër asgjë. ولكن هذا البيان الإلهي يراد به بيان الأسس والمبادئ والكليات والأصول العامة التي تبنى عليها الحياة الإسلامية في نصوص واضحة مع بيان قطعيات الدين ويقينياته كأركان الإيمان والإسلام وتحديد تفصيلات بعض الأحكام الشرعية كالمواريث والعقوبات الشرعية وأحكام الأسرة ونظام المجتمع كالوصايا العشر في آيات سورة الأنعام 151 إلى 153. Mirë po me këtë sqarim hynor, synohet shpjegimi i bazave, parimeve, rregullave të përgjithshme dhe themeleve mbi të cilat ndërtohet jeta islame në tekste të qarta, bashkë me sqarimin e çështjeve të prera të fesë dhe bindjeve të saj të sigurta, si shtyllat e besimit dhe islamit, si dhe përcaktimin e hollësive të disa dispozitave sheriatike, si për shembull dispozitat e trashëgimisë, dënimet fetare, rregullat familjare dhe sistemi shoqëror. Përfshin edhe porositë dhe e 10-ta që gjenden në ajetet e surës El-An'am. Nënkupton 10 porosi që gjenden ndërmjet 3 ajeteve 151 deri në 153. وانضم لهذا البيان بيان تفصيلي عام أو جزئي لمختلف نظم الحياة الإنسانية. Këtij sqarimi u bashkua edhe një shpjegim i detajuar ose i hollësishëm, i përgjithshëm ose i pjesshëm për sistemet e ndryshme të jetës njerëzore. وهو بيان واجب لاتباع القرآن للأمر به في آيات كثيرة توجب علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلها كطاعة الله عز وجل. Ky është një sqarim që duhet ndjekur ashtu si Kurani,
sepse në shumë ajete urdhërohet bindja ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo bindje është bërë si bindja ndaj Allahut të madhëruar. Wa hiya wahyun ilahi bil ma'na la bil lafz. Ky shpjegim është shpallje hyjnore në kuptim ose në domethënie, por jo domosdoshmërisht në fjalë. Walladhi ubira anhu bi hadithil hadi an-nabawi fima akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi anil Miqdam ibn Ma'di Karib radiallahu anhu. Kjo është shprehur në hadithin e udhëzimit profetik, të transmetuar nga Abu Dawudi dhe Tirmidhiu nga El Miqdam ibn Ma'di Karib, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La inni utitu hadha al-kitab wa mithluhu ma'a." Vërtet mua më është dhënë ky libër dhe diçka e ngjashme me të së bashku me të. Ej kama qala al-Khattabi utitu min al-wahyi al-batin ghayr al-matlu aw utitu mithla al-kitab min al-bayan mithla. Pra siç ka thënë Imam al-Khattabi, atij u dha një shpallje e brendshme, jo e lexuar si Kurani, ose ju dha një sqarim i ngjashëm me librin. Sepse në vetvete suneti shërben për ta zbërthyer Kuranin në mënyrë më të detajuar. Ej idha lam yubayyan ma fil kitab fa ya'ummu wa yukhassu wa yazidu alayhi wa yusharri'u ma laysa fil kitab فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. Kjo do të thotë se kur në Kur'an nuk sqarohet diçka në hollësi, suneti e sqaron, e përgjithson, e veçon ose shton dispozita të tjera dhe ligjëron gjëra që nuk përmenden drejtpërdrejt në Kur'an. Prandaj detyrimi për të vepruar sipas sunetit dhe pranimi i tij është si detyrimi për të ndjekur Kur'anin e lexuar. Ka për qëllim tekstin e Kuranit drejt për drejt. Wa ubira anhu aidan al-hadith al-akhar alladhi akhrajahu fil Muwatta al-Imam Malik ibn Anas balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Kjo kuptohet edhe nga hadithi tjetër që Imam Malik ibn Anas e transmeton në librin e tij al-Muwatta, pra koleksion hadithësh, ku është përmendur se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnat rasulih. Kam lënë mes jush dy gjëra, nuk do të humni për sa kohë që kapeni pas tyre, librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të tij. Wa janibul ahkam al-fiqhiyya al-amaliyya min al-kitab wa sunnah huwa ash-shay'u al-ghalib fil bayan al-ilahi fil Qur'ani was sunna. Pjesa më e madhe e sqarimit hyjnor në Kur'an dhe Sunet lidhet me dispozitat praktike të jurisprudencës islame. Për këtë arsye lënda e fikut i ka libra shumë më të mëdhenj se sa lënda e akides në përgjithësi. Wa kana al-i'timadu mubasharatan ala nusus al-Qur'an was sunna wal asasu al-makin fil ahdi an-nabawi wa ma ba'da. Mbështetja drejt për drejt në tekstet e Kuranit dhe Sunetit ishte themeli i fortë gjatë kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe pas tij. Thumma tara'at mushkilatun wastudiddat qadaya wa masail kathira fil ahdi ar-rashidi بسبب اتساع الرقعة الإسلامية في المشارق والمغارب وكثرة المسلمين. Më pas u shfaqen probleme dhe çështje të reja në periudhën e khalifatit të drejtë, për shkak të zgjerimit të territoreve islame në lindje dhe në perëndim dhe shtimit të numrit të muslimanëve. Faqama mujtahidu as-sahaba wa min ba'dihim wa man ba'dahum min at-tabi'in wa at-tabi'i at-tabi'in وأئمة الاجتهاد والمذاهب في القرون الثلاثة الأولى وما تلاها إلى القرن الرابع الهجري بالتغطية الحاجة باجتهاد جريء وسديد وشامل.
Atëherë dietarët mujtahid nga sahabët, pastaj tabiinët, pastaj ndjekësit e tyre dhe imamët e medhhebeve në 3 shekujt e parë dhe deri në shekullin e 4 Hijri, ju përgjigjen nevojave me ijtihad të guximshëm, të drejtë dhe gjithëpërfshirës. Wastamarra numu al-fiqh al-islami wa tatawwuruhu abra al-usur ila asrina hadha بل إلى المستقبل حتى صارت مسائل الفقه في كل المذاهب أكثر من 100,000 مسألة ولا سيما في عصر ازدهار الاجتهاد لدي أئمة المذاهب في القرنين الثاني والثالث الهجري. Zhvillimi I fikhut islam vazhdon gjatë shekujve deri në kohën tonë, madje edhe drejt së ardhmes, derisa çështjet juridike në të gjitha medhhebet arritën në më shumë se 100.000 çështje. Imagjino volumin e madh që ka lënda e fikhut, sidomos në periudhën e lullëzimit të ijtihadit tek imamët e medhhebeve në shekullin e 2 dhe të 3 Hijri. Këtu ne e ndalojmë regjistrimin e sotshëm, duke I kujtuar shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share dhe duke I përshëndetur të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد